kam lindur në familje budiste. Duke di a ke dogje për budizëm apo jo, po s'kam pasur kënaqësi nga budizmi. Kur unë isha i vogël, jo, nuk e dija, po pasi kam Çka nuk të pëlqeu nga besimi që kishe? Të mëson ka pas shumë rregullat, ndjeva diçka imponim, pra nuk më pëlqeu. Pra unë e hoqa dorë nga feja, edhe ti kur isha ateist, por prap nga ateizmi s'kam pasur kënaqësi, se ateisti nuk më ka ndihmu hiç. Kur kam pasur problem, vështirësi, por një ditë kam takuar protestantët, shokët e mi, edhe ata më kanë shpjeguar, treguar, jo vetëm me fjalë, me dashuri, me kujdesin. Pra, kam njohur çka është krishterimi përmes tyre, edhe me kalimin e kohës u thelova më shumë në besimin e krishter. Kam kuptuar që krishterimi është me dashurinë e Zotit. Duhet të ketë dëgjuar, çu që sakrifikoi Jezusi për shpëtimin ton. Pra, Dhe aty duket sikur e gjete veten dhe u lidhe ngushtë me këtë religion. Po, ti ke përdorur fjalë shpiritore, por për mua shpiritore është diçka më e real. Prandaj të mësoj krishterimi ose protestantizmi më ka ndryshuar krejt. Edhe pse kam me këtë besim kam lënë planin tim, kam lënë gjithçka, por kam filluar një jetë të re. Fëmijët në këtë aspekt i ke lënë ata të lirë që të bëjnë edhe ata zgjedhjen e tyre të besimit, ju ke shpjeguar atyre si qëndrojnë ata në këtë aspekt? Ata kanë përletuar shumë gjëra të ndryshme edhe kanë kuptuar gjithashtu që krishterimi është vërtet nga Zoti, edhe vajza ime ka kryer në Gjermani teologjin, edhe djalim edhe ka dëshirë edhe ai të mëson me hyj në shkollë teologjike në Gjermani. Mirë shumë. Ju keni shtetësi kosovare, besoj, a? Unë kam leje qëndrim për 5 vjeçar. Okej. Të jep kjo të drejtën të votosh në Kosovë, apo? Jo, nuk kam të drejtën. I përcjell zhvillimet politike në vendin tonë? Po, patjetër. Si të dukemi neve kështu që jemi në një ngërç politik? Po, kohët e fundit kam pasur shqetësim edhe unë, se edhe pse kam pasur zgjedhje, qeveria nuk është e formuar.